Kohët e fundit kam filluar të gatuaj pasta vetëm në një tenxhere. Sidomos këto pastat siç është orzo, formë të orizit, apo pastat më të imta, zihen shumë lehtë në vetë salsën që gatuat. Dje nuk arrita ta bëj drekën më herët gati dhe si shpejt e shpejt po doli aq e lezetshme sa s'ju merr mendje, po e ndaj me ju. Çka ju duhet prej përbërësve? Këpurdha, qep, hudhër, këto 3 përbërës patjetër, krem qumshti ose djath krem ose ajk, do më thënë diçka nga produktet shtazore, dhe në fund fare mund t'i shtoni pak gjallë për që të bëhet shumë kremoze, dhe pse bëhet ashtu kështu shumë kremoze, majdanoz. Kaq sa i përket nuk ka do më thënë diçka më tepër, po e mira krejt kësaj, se pasi që perimet skuqen pak, të zbutën pak, ju mbetet vetëm t'i shtoni pastat, ujë sipër dhe e keni gati, e shohim. Po filloj spari me qepër. Kjo qep e vogël, unë këtu po i bëj vetëm 2 porcione. E imt. Gjithashtu të hudrat. Dhe këpurdhat. Çfarë do që gjeni në treg. Edhe këto i ndaj në pjesë të vogla kështu. Me këta përbërës, për një shiet fantastike, atëherë shkojnë të gjitha bashk. Vaj ulliri. Po shkojnë drejt karamelizimit, kështu që tash është koha që t'ja shtoj erëzat, krepitet. Këtet zi pak ma tepër, për shtatët shumë. Kremin e qumshtit. ml për person. E tash i hedhim pastat. I përzi mirë. Dhe ujin. Zakonisht ujin ja shtoj sa të mbulohet masa. Përapërsisht rreth 1 cm sipër. Kështu që më mirë i hedhni më pak dhe nëse shifni që nuk është zier ja shtoni se sa t'i shtoni tepër. Shikoni, do me thënë bëhet një... Kjo është përapërsisht sa duhet ketë ujë. Edhe ullim me një herë temperaturën, e mbyllim me kapak dhe do të zihen bashkë. Sa shkru në etiketë. Pastat veç janë gati. Shikoni. Do më thënë janë shumë kremoze. Kjo është ajo çfarë ju duhet. Shtoj majdanozin. Shtoj pak djath parmezan. Dhe gati për servim.
Shikoni çfarë kremi është. Ja dhe shporetim, po më dajmë brënd që përfundoj minutazha. Pak majdanos dhe pak parmezan sipër dhe kjo ishte një super ide për 10 minuta punë, për 20 minuta e keni tryezarin tuaj. Kaq nga unë miq, do takohemi sërish nesër në po të njëjtën kohë këtu në Koha Vision. Miru takosh.